Hoxh thotë kam djalin 5 vjeç dhe vjerrit shumë e kanë lazdru, tash unë po heki shumë me ta. Çka po më këshillon, çka më bën, thotë qysh më apo me ta. E para gjë që do t'isha marrë në këtë pyetje është me vjerrit e tu. Edhe të gjitha ata vjerrit që po ndëgjojnë këtë video. Aman, ju e di që i dëni nipat edhe mbesat shumë. Por kjo dashni mos t'kaloj në dhe më thonë keq edukim tyne, me i bërtit djalit, me i bërtit nusës, mos ma prek nipin, se unë të rrej ty, let bën qka do e nipi, let bën qka do e mesa, jo, se ti këtë shtu e merë në qafë edhe fmin, e merë në qafë edhe në këtë rast që nusën që po ankohet, e merë në qafë edhe djalin, se ku të rritët ky nip, ose kjo mbes, pasaj edhe ku të fillon me bën gjëra, opo veprimit gabume, kush e merë përsi për të Allahu këtë gjëna? E marrish ti mas pari, që e ke prish nipin, e ke prish mesën, edhe po e hanë shpirtin djalit edhe rejes, qaj nipet dhe qaj mes, që ti e ke prish s'ke dash me ta rej. Është gabim, leni let i edukojnë, që duhet me eduku prind mos i lasdrani. Në këtë rast motor, që ata veç që kanë lasdru, edhe tash ka filluaj murit, po thamë, sa s'ka i kret treni mundo me nëzon do një vagon të fundit, do më thonë sa të mund është me eduku, sa mund me ndikutaj, edukaje sa nuk ka fillu me hynë në moshën e pubertetit, me hynë vetja në qef. Bon dua shumë të Allah edhe angazhoh shumë Allahit një moft.